Të nderuar shqiptar, ja ku po takohemi sërish së bashku, thot me një pozitivitet shumë të bukur. Në fakt, unë gjithmonë mendoja që kur është koha me diell, ne kemi pozitivitet dhe adrenalin, po nuk që nga ashtu. Gëzimi i njeriu të ardh ka nga momentet e bukura, nga çastet e bukura dhe kur ti shikon krah për krah, dorë për dorë, buzë në buzë, dy njerëz që dashurojnë njëri tjetrin. Tani unë 2 net më parë kam komentuar puthjen e ëmbël, puthjen e dashur, puthjen me shumë dashuri që në fakt gjesti i dha Eglit. Dhe vazhdoj të komentoj dasmën e tyre. O zoti i madh, sa bukur është që po bëj unë këtë punën, sinqerisht. Është një punë që gjithmonë të jep adrenalin dhe kënaqësi. Tani, ajo që unë dua të flas, e mbani mend Sinan Hoxha, këngëtari i mirënjohur shqiptar, ka pas nxjerr një këngë që thonte këtë komshiun tim diçka e mundon, cigaren atë ditë po pi në balkon, kur e pyesin shokët qa po not me ty, ma ka bo gruaja 8-2. Dhe në këtë rast, gjestit po ja bën gruaja 8-2. Tani gjestin e kemi një burr me gru. Xhelozit e para filluan, Egli është shumë e lumtur, është shumë e kënaqur, mezi prej që të bëhet nuse. Tani e besoi fjalën e Eglit kur thotë që në Big Brother i kalon të gjitha emocionet e mundshme. Dhe në fakt do kisha dashur që thjesht të jem pjesë aty me një karige në qosh, që dhe unë të kaloj emocionet e tyre. Po përjetojnë pafund. Çfarë bën Egli? Egli merr një stilolaps dhe shkruan në dorën e gjestit që nga sot je burr i martuar, kujdes goca. Dozën e xhelozisë Egli e ka përdorur gjithmonë. Ne kemi thënë që Egli është xheloz në Rozanës, Egli nuk e do Rozanën, Egli nuk do afrimitet me Rozanën, por në fund të ditës nuk është kjo pika, thjesht Egli ka treguar një pikë dashurie të madhe për një çun, dhe kur e do një çun tepër, kur e ke një çun në zemër, kur e ke një çun në shpirt, siç e ka Egli gjestin, edhe pse ka nga ato që thonë që e ka bërë për klikime, e ka bërë për të qëndruar në shtëpi, unë jam shumë i bindur që Egli është e vetmja nga banorët, ma besoni këtë gjën, po u them sinqerisht, që nuk i intereson fare dhe nuk i plas fare për çmimin e madh. Asaj intereson vetëm momenti me gjestin, dashuria me gjestin dhe emocionet me gjestin, dhe kështu jetojnë. Kështu jetojnë të gjitha çastet, kështu jetojnë të gjitha momentet, kështu jetojnë të gjithë dashurinë e tyre. Dhe kjo gjë po e përjeton, po e bën që të përjetohet më bukur nga gjesti dhe nga Egli. Ato të dy ishin sot të pozicionuar në verandë, ku tash më presin çast në çast, moment në moment, minutë në minutë, që të realizojnë dashurinë e tyre, të realizojnë momentin e tyre, dhe duke qenë të pozicionuar te veranda, gjesti dhe Egli po jetonin çastin e bukur dhe po bashkë bisedonin. Eglit nuk i besohet dot që do martohet me gjestin, nuk i besohet dot serioziteti i tij, pasi gjatë gjithë kohës ka qenë duke i thënë që ti nuk e guximin, ti nuk e bën dot, vej një përgjigje kësaj gjës, ka patur opinion edhe nga Neda dhe nga Arbri që vej një përgjigje kësaj historisë, çfarë ndjen ti për Eglin. Gjesti i thonë të gjithçka që nuk më vjen nga thellë, s'po munde me hy thellë, se nuk e kam, ku e kam, s'po e gjej dot. Egli thonte po çfarë është kjo gjëja thellë, se s'po të kuptojmë. Tani më gjesti dhe Egli vulosën dashurinë e tyre dhe përjetojnë momentet e bukura, që në fakt është një dhuratë shumë e bukur që po ndodhen. Siç duket, Egli po bëhet shumë xheloze për burrin e saj të ri. Si e shikoni ju këtë marrëdhënie?